Si të verifikosh apo të zbulosh nëse ke një ndalesë në zonën Schengen. Më ndiqni për këshillat në vijim pasi janë të nevojshme për personat që janë gjithmonë në udhëtim apo për personat që kanë pas probleme në hyrjen në zonën Schengen. Për më tepër, më ndiqni në faqet e mia TikTok, Instagram dhe faqja më e fundit ku kanali është gratis, YouTube. Do të udhëtosh në Europë, por nuk të lejojnë të hysh, ja si do kontrollosh dhe do verifikosh në sistem nëse ke një ndalesë aktive apo jo. Ti ke të drejtë të kërkosh një informacion me shkrim institucionit të sistemit informativ Schengen, SIS. Pra ju keni të drejtë në çdo moment të kërkoni informacion personal mbi të dhënat tuaja të regjistruara në sistemin SIS. Për ta bërë këtë, duhet të kontaktoni me autoritetin e vendit ku është bërë ndalesa, ose ku mendoni se mund të jetë bërë një ndalesë apo një urdhër dëbimi. Gjithashtu, ju mund të kontaktoni dhe me institucionin e migracionit të vendit që i ka vendosur ndalesën apo dëbimin. Nëse nuk jeni në gjendje të merrni një informacion të mjaftueshëm apo nuk dini si të procedoni, është e këshillueshme të komunikoni me një avokat të migracionit. Mundohuni gjithmonë të kërkoni një arsyetim, një shkresë të shkruar me arsyetimin preciz, të saktë, për arsyeën e largimit apo e dëbimit tuaj. Ajo do ju ndihmojë të dini si do të procedoni. Do të procedoni nëpërmjet migracionit, do të procedoni nëpërmjet policisë lokale apo policisë nacionale, apo do të duhet të ankimoni vendimin në gjykatë. Gjithsesi, për çdo rast dëbimi, ankimimi i ligjshëm është brenda afatit 30 ditor. Ato 30 ditët e para janë ditët që mund të ndryshojnë fatin tuaj. Nëse gjendeni në një rast të tillë nevoje apo jeni para një udhëtimi dhe jeni të pasigurt nëse jeni të regjistruar apo jo në sistemin Schengen, më kontaktoni ose më shkruani një mesazh dhe do të ndihmoj të dish procedurën që duhet të zgjedhësh në rastin tënd konkret.